që LDK-ja të mos kërkon të diçka për te i rezultatit të saj. Në më thonë, mirë po, ajo që farë unë konsideroj, ne do duhej dhe jam shumë e sigurt që kur do që të ulemi, me cilën do parti politike që të ulemi, ne duhet të merremi vesh për disa gjanat të tjera. Ne duhet të merremi vesh që brenda një mandati 4 vjeçar, cilat janë problemet e qytetarëve të Republikës së Kosovës të cilat do t'i zgjidhim. Ne duhet të merremi vesh për kapacitetet e reja energjetike në Kosovë. A e dini ju që sot kur po flasim, jo sot kur po flasim, po ka disa ditë që Kurti e ka ofertën e gazit të lëngshëm amerikan, të cilës nuk po ja përgjigje. Nuk ka asë dhe një lloj përgjigje. Dhe pyetja është pse? Importin e energjisë elektrike e ke 96 milion në 3 mujorin e parë, në mandatin e fundit e ke 1 miliard. Na duhet me u ull edhe me u pajtu për gazin e lëngshëm amerikan. A e dëshirojmë si projekt amerikan në Kosovë? Me qenë se Shkupi, do me thonë, është ka qasje tani më, e ka projektin, Shqipëria vetëm sa e nënshkroj projektin 6 miliardësh, Bosnjës gjithashtu është duke i ndihmu me u lidh përmes furnizimit me Kroacin, a duhet Kosova me qëndru jashtë këtij projekti? Cili është interesi? I kujt është interesi? Kurti duhet me dalë sot një shpjegu qytetarëve të Republikës së Kosovës pse në ofertën për projektin e gazit të lëngshëm amerikan ende nuk ka një përgjigje. Kur i kam rrish kjo ofertë? E ka ofertën, tash saktësisht nuk e di, mirë po ajo çfarë di është që nga qeveria... Po ofertë për gaz sjellës... Absolutisht, për gazin e lëngshëm amerikan, qeveria e LNG... Ka ofertë edhe nuk është ka kthem përgjigje. Qeveria e Republikës së Kosovës deri më sot nuk ka kthy përgjigje. Do të thonë ka ofertë. Qysh e ka, do të thonë, detajet e ofertës nuk i di, mirë po e di që ka ofertë sepse është prioritet i administratës së Trumpit. Ajo është e vërtet, por që është prioritet krejtëri skicimi i hartës energjetike në Ballkan. Dhe unë inkurajoj juve që ju t'i bëni pyetje ambasadës amerikane në Prishtinë, dhe ata do e konfirmojnë këtë që po e themune. Nëse veç pak se është super e rëndësishme, unë e marrë vesh pëse është refuzu